ata janë pjesë e listës Garuse tonën, do të vazhdojnë angazhimin, shqeqoni, jo gjitha takimet mund të marrin pjesë gjithë njerëzit e LDK-s, por ata janë pjesë e listës e LDK-s. Po nuk mund të jesh edhe pjesë e listës edhe të jesh kundër. Kuptoni, nuk ka logjik. Nëse se kundër dikujt i del përballë, jo bashk, pra jemi bashk. Po doni të pyesnim se s'po vinë takime, po ata janë pjesë e LDK-s. Jo, 103 vota ishin për. 103 vota ishin për. Pra, ishte ju e patë, ishte brenda, ishte atmosferë festive. Shqeqoni, rreth bashkimit jo të gjithë mund të ndjenjë ashtu si që ndjenjë antarësia e LDK-s, por gjithë do të respektojnë antarësinë e LDK-s. Kjo vullnet i antarësisë e LDK-s. Ja, besoj që do të ndjenjë, se kur t'jenë listë LDK-s, kur të primë vjosa, edhe kur e ke vjosën për kandidate për president, edhe ke kryetarin e partisë tënde për kandidat për kryeminist, do të angazhohemi gjithë për sa më shumë unitete për bashkim. Ju kisha lut mos krijoni temat pa qena, se nuk ekzistojnë, po bëmi bashkë gjithë, kjo është momentumi, kjo është rëndësia e madhe e LDK-s. Kur jemi bashkë me një listë, punojmë për LDK-n e më pas dhe ndërtojmë të ardhmet më të mirë. Ata që nuk e dojnë bashkimin për besë, ata që nuk e dojnë bashkimin e LDK-s, nuk e dojnë as vetë LDK-n. Ti je kundër bashkimit, vetvetiu je kundër qëllimit vetë ekzistencës së LDK-s. Fundja e emri ynë është lidhje demokratike dhe si të tillë po bëmi bashkë. Zotëra Ndezhiku, kur flet për bashkimin e madh, një nga figurat kyçe me të cilën komunë je krenu edhe ti në zgjedhjet lokale mungesa e kryetarit Lipjani zotëri Imre Ahmeti. Se një figurë kaq e madhe politike, hambar i madh për vota për LDK-n mungoj gjatë ditës së sotme. Jo, Imre Ahmeti është shumë i angazhuar, kam biseduar me të mbrëm, është në angazhim në terren në shtabe, kryetarët e komunave le të punojnë komunat e tyre. Aty është rëndësishme për neve. Jo, për natyrë është faktikisht. Po përpiqemi gjithë të kemi pjesë të listës. Imre Ahmeti për ndryshe është një prej kryetarëve më të mirë që ka pas historia e Kosovës. Meki imi, bashkëpunëtori imi, dhe unë e di që në këtë përbashkim të madh që po bëjmë, ajo është mbështetës jo i madh, po është mbështetës me gjithë kapacitetet e veta të komunës së Lipjanit. Pritni edhe ishin rezultatet. Pritni se si do punojnë edhe Lipjani, edhe komuna tjera, po kryetarët e komunave sinqerisht zgjedhje nacionale, ne patëm provumi pas listë një herë, këtë herë s'kemi dashur të ngarkojmë, por jam i bindur që ata e dojnë LDK-n më shumë se secili tjetër në LDK, sepse janë fitues të LDK-s dhe si të tillë do të japin kontributin e madh për LDK-s. Ne po ofertojmë, pra si kemi marrë. Jo, ata donin të merrin pas zgjedhjeve. Po tani prandaj s'mund t'i bënin. Por nëse kishin votat, s'do të na pyesnin. Por po të kishin 80 vota, nuk na pyesnin, i bënin. Jo nëse i bëni votat? Pra, jo nëse populli i Kosovës jep dikujt 80 vota, 81 vota, atëherë ka përcaktuar fatin e kësaj çështje, po në Kosovë, demokracinë e Kosovës le të jemi sinqertë, nuk do të ketë një situatë të tillë. Po çka duhet ta kuptoni shumë e rëndësishme që ta kuptoni tash, është që për herë të parë në historinë e Kosovës nuk po shkojmë zgjedhje për qeveri, po shkojmë për shkak të paaftësisë për zgjedhur president. Pra kur kemi problem për president, si ka kuptim garojmë pa ditur populli i Kosovës se kush është president, kandidat për president në këtë garë. Meqense se politika e inatit nuk e deshte Vjosa Osmanin për presidente, ma lejoni mua dhe LDK-s që t'ja propozojmë popullit Kosovës. Ndoshta populli i Kosovës e konsideron më ndryshe dhe jam i bindur se do ta konsiderojë më ndryshe dhe ta votoj. Por një gjë ta kuptoni, në këtë zgjedhje prioriteti 4 s'mund të jetë presidenti. Pra s'mund të jetë qeveria, e më pas marrëveshje ndërkombëtare, e më pas buxheti e dikur presidenti. Prioriteti i parë pas zgjedhjeve duhet të jetë presidenti, sepse mund të kemi qeveri, e s'kemi president, e siç po na paralajmëron ai tjetri, mund të kemi prapë zgjedhje të reja edhe një herë. Por një herë presidenti, më pas të tjerat, prandaj me plot krenari besoj që kemi kandidatin më të mirë për president, besoj që populli i Kosovës do ta mbështesë dhe mbi të gjitha, momenti i përbashkimit të LDK-s është për mua personalisht dhe për çdo anëtar të LDK-s moment historik për cilin gëzohemi gjatë. Por flas për listë, të gjithë do të jenë pjesë e listës së përbashkët garuse të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe do të jenë në renditje proporcionale sa i përket
numrit të përgjithshëm të anëtarëve në këtë listë, po bëjmë përpjekje, të kemi edhe afrime të tjera, dhe në këtë përpjekjen tona do të ketë dhe marrëveshje me partitë jo parlamentare, që s'kan pjesëmarrje parlamentare, por që janë pjesë e një përbashkimi të djathtas. Më jepni 2-3 ditë kohë, besoj deri të martën para dite do ta finalizojmë listën me gjithë renditje. Po, saktë këtë dëgjoj. Sot ta ka vendosur qytetari i Republikës Kosovës. E jone është ta bëjmë një ofertë, punojmë fort, ta përbashkojmë secilin mbështetës tonin, më pas do të jetë vullneti i qytetarëve të Kosovës. Janë shumë të mira. Ja, ato janë dëshira elektorale të mëdha, por ne jemi po përpiqemi të flasim me qytetarët tonë që të përfaqësojmë ata. Beso dëshirat e mia janë shumëta, po nuk është momenti, po ajo çka duhet ju them është që tani në këtë moment na duhet të flasim me qytetarët, të flasim për çka përfaqësojmë ne për qytetarët. Politika e Kosovës për këtë një vit të gjysmë bë më tepër se kush ku çka çse. Po shumë pak po flasim për qytetarët e Kosovës, për gjërat bazike me cilat ata brengosen. Kjo politikë s'do të jetë një reality show ku flasim për pozicionet e individëve, po duhet të flasim për politikat dhe hallat e qytetarëve. Ju falenderoj shumë gjithëve, u pafshim.